Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje. Mirë se takohemi edhe këtë javë në Z Podcast. Sonte një temë atraktive, interesante e të rëndësishme. Do flasim për logopedinë dhe për këtë temë për të mësuar më shumë mbi konceptin e saj, kemi të ftuar Dete Premiqin, cilës i do shëroj mirësardhje. Nderuar, mirëserdhët. Përshëndetje Qëndrim, kënaqësia ime të jam këtu. Kënaqësia jona. Është në trend kohëve të fundit, ka filluar të bëhet mod apo jo? Logopedia? Po. Sferë shumë e ri, që është ardhur në Kosovë para një kohe jo shumë gjatë. Numri i rasteve logopedike po rritet dita e ditës, po kemi nevojë pak më tepër për logoped, për profesionistë që më dalë ballë, më thon drejtën këtyne fëmijëve ose të rritur që po kanë probleme në pjesën e komunikimit. Pak po kemi të vështirë, shkaku i numrit jo shumë të madh të profesionistëve, po ja dalim disi. Pse është numri në rritje? Ka pasur edhe numre të rasteve edhe më herët në kaq numër të madh apo jo? Edhe më herët ka pas shumë njerëz që kanë pas rregullime ndryshme në pjesën e komunikimit, po ndoshta nuk kanë qenë mjaftueshëm të informuar që ato rregullime janë që lidhen me pjesën e të folurit, por tash ka faktorë të tjerë të cilët janë shtu pa dëshirën tonë, të cilët po ndikojnë jo drejt për drejt, po ndikojnë në zhvillimin gjuhësor të fëmijëve në këtë rast, qoftë teknologjia apo qoftë faktorë të tjerë mjedisorë të cilët po ndikojnë në zhvillimin gjuhësor ose në pamundësimin e zhvillimit tipik gjuhësor të fëmijëve. Andaj dita e ditës po shkon duke u rrit numri i rasteve që po kanë rregullime në pjesën e komunikimit, por që po mundohemi që t'i dalim ballë secilit person i cili po ka probleme në pjesën e komunikimit dhe t'i ofrojmë mbështetje sa më të mirë profesionale. Mungesë profesionistë është në numër ideal. Pse? Është në rritje numri i studiuesve të kësaj fushë apo jo? Ka më shumë mungesë të profesionistëve të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë, si profesionistë adekuat të cilët kanë të drejtë të ofrojnë shërbime logopedike. Andaj paralelisht po rritet edhe kërkesa për të patur profesionistë në pjesën e logopedisë, po të njëjtën kohë edhe numri i rasteve që po kërkojnë ndihmë profesionale. Të dyjat po rriten dal nga dal, po që urojmë që të mos rritet, mos vazhdoj rritja e rasteve që kanë nevojë se që kanë rregullime logopedike me këtë shpejtësi të cilën aktualisht e ka. Po nëse nuk rritet numri i rasteve, i bie që ju të mos punoni dhe ta mbyllni profesionin tuaj. Ndoshta është më mirë të mos ketë raste, shkaku që rregullimet e komunikimit janë diçka të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës të secilit personi i cili po e ka atë vështirësi. Më mirë është të mos ketë raste. Se sa i përket pjesës tonë, ne gjejmë diçka dhe e bëjmë një profesion tjetër, se rregullimet me raste din me lënë edhe shenj, po mendoj din me ndikun në cilësinë e jetës, andaj më mirë të mos ketë fare. Atëherë, me çka përkufizot? Ku i ka limitet logopedia? Është vetëm tek çrregullimit të folurit? Jo, në fakt, logopedia ka për qëllim identifikimin, diagnostikimin dhe pastaj trajtimin e krejt çrregullimeve të folurit, komunikimit dhe gjuhës, por përveç atyre përfshihet edhe çrregullimet e zërit edhe gëlltitjes. Po çdo çrregullim i cili e prek pjesën e komunikimit, qofshin ato çrregullime të cilat vijnë si pasojë dëmtimeve neurologjike, domethënë pjesë ose sferat ose qendrat të cilat janë përgjegjëse për të folurin janë dëmtuar në tru, atëherë hyn roli i logopedit i cili duhet të bëjë ndërhyrje për të ndihmuar që të ketë rrezikshmëri sa më të mirë gjatë të folurit, po çdo sferë e cila prek pjesën e komunikimit, logopedi është profesionisti i përgjegjës për të bërë pjesën e trajtimit të tyre. Keni target audiencë apo jo? Ne zakonisht jemi mësuar logopedin vetëm tek fëmijët. Vlen për të rriturit? Po. Zakonisht është një lloj miti që logopedi zakonisht ka punë vetëm me fëmijët, por jo, ne punojmë me secilin person i cili çfarëdo moshe që ka, i cili po ka vështirësi në pjesën e komunikimit. Kemi të rritur të cilët munden me pas rregullime të ndryshme dhe po kanë probleme në pjesën e të folurit, qofshin ashtu siç e përmenda, kanë pas ndonjë goditje në tru, ku ajo goditje ka arrit me dëmtu zonën që është përgjegjëse ose për të folurin ose për të kuptuarin në tru, andaj ne duhet të bëjmë ndërhyrje profesionale për me ndihmu që çaj person me pas një të folur sa më të rrjedhshëm, apo kemi të rritur të cilët kanë belbësim. Atëherë duhet të bëhet edhe këtu ndërhyrja profesionale, po jo çdo herë kemi punojmë vetëm me fëmijët, punojmë edhe me të rriturit të çfarëdo moshe, po vetëm duhet të kemi kujdes se kur po e bëjmë diagnostikimin dhe se si po e bëjmë ndërhyrjen profesionale. Si shkon kjo pjesa e identifikimit, janë
prindrit, është rrethja që duhet ta identifikoj apo ju e shihni vetë? Zakonisht në klinikën tonë sa herë që vinë prindërit vinë me shqetësime të ndryshme ku ata janë personat e parë të cilët e bëjnë identifikimin. Qofshin si them, shqetësimet e tyre që fëmia po flet me vonesë apo fëmia nuk është duke folur ashtu, nuk po fol mjaftueshëm siç duhet të flet një bashkëmoshatari i tyre. Atëherë zakonisht janë identifikuesit e parë janë prindërit ose mësimdhënësit. Ndërsa ne si profesionist zakonisht kur fëmijët vinë në klinikën tonë ose fëmijët ose të rriturit, ne i bëjmë vlerësimin logopedik, ku bazë vlerësimit logopedik ne e bëjmë qartë dhe shohim qartë se në cilën shkallë të zhvillimit gjuhësor është personi, edhe në bazë të asaj na bëjnë edhe planin e trajtimit, ku në bazë planit të trajtimit ne vetë fillojmë që me trajtu atë vështirësi ose çrregullim që po e ka. A ka raste kur prindi vjen te ju dhe vjen me diagnozë tashmë gati, thotë. Po, diagnoza është e qartë, vazhdojë edhe me trajtimin. Zakonisht prindërit me raste informohen, marrin informacione nga burimet që nuk janë shumë të sakta, siç është Google, ChatGPT ose burime të ngjashme, të cilat me raste dinë me kanë shumë shqetësuese edhe për prindin, edhe për shëndetin e tyre mendor, gjithashtu se janë shumë të shqetësuar për zhvillimin e fëmijës tyre. Po vinë ka raste kur vinë me një diagnozë thonë që fëmia ime ka këtë diagnozë, në fakt pasi që ne e bëjmë vlerësimin logopedik, del komplet diçka tjetër ose nuk ekziston fare ajo diagnozë, po nga meraku i madh që ata e kanë, ata vazhdueshëm janë duke hulumtu në internet dhe vazhdueshëm vinë me diagnoza të ndryshme. Por ka raste kur për shembull edhe vinë me diagnoza nga profesionistë të tjerë, për shembull në pjesën e autizmit. Autizmi ka të drejtë të diagnostikohet nga neurologu apo psikologu klinik. Prindi vije me diagnozën që e ka marrë nga neurologu, pastaj ne e bëjmë vlerësimin logopedik, ku e shohim se në cilat pjesë ne duhet të intervenojmë si logoped, edhe pasi që ne e bëjmë vlerësim logopedik, vazhdojmë që ta trajtojmë autizmin si një diagnozë e cila është vendosur nga neurologu. Po, kemi raste të ndryshme kur me raste vinë me diagnoza të cilat vinë nga profesionistë tonë, të tjerë, por me raste vinë nga Google, ChatGPT ose nga burime jo shumë të sakta. Sa unë jam një prind i ri dhe nuk e di kohën saktësisht kur duhet të filloj të flas, kur quhet vonesë dhe kur çrregullim. Si ta identifikoj? Okej. Zakonisht zhvillimi gjuhësor shkon në mënyrë kalendarike. Ne duhet ta dimë qartë, prindërit e ri duhet ta dinë qartë se çfarë duhet të zhvillohet, cilat mosha duhet janë ato aftësi që një fëmijë duhet me i pas. Për shembull, në moshën 8 ose 9 mujore, fëmia vetë se fillon me i pas, me i thon fjalët e para, të cilat janë të pakuptim. Zakonisht janë baba, tata, po që nuk kanë kuptim. Moshën 3-4 mujore, fëmia bën gugatje, apo në gjuhën e popullit gilatje. Pastaj në moshën 1 vjeç, fëmia duhet të fillojë të thotë fjalët e para me kuptim. Në rast se thot mam, duhet ta di fëmia që është duke e thirr mamin e tij, nëse thot bab, duhet ta di që po e thret babin e tij. Thot fjalët të cilat kanë kuptim. Pastaj 2 vjet me rritjen e moshës, rritet edhe numri i fjalëve që fëmia i ka në fjalor, po të njëjtën kohë edhe rritet edhe fjalia që fëmia e thot. Për shembull, nëse thot bab topin, fëmia po e thot një fjali që nuk është shumë mirë strukturuar, por po e thot një fjali cila i ka 2 fjalë edhe në atë mënyrë po arrin me përçu mesazhe. Pritet parashitjen çat moshë me i thon një fjali me 2 fjalë, me kalimin e kohës, po edhe në moshën 2 vjeçare minimumi duhet të ketë fëmia 50 fjalë në fjalor. Me raste prindve mundet me ju dok pak tepër, po duke krahasuar me moshën që fëmia ka nuk është tepër që ti i ketë 50 fjalë, sepse ne parashihim që ti ketë 50 deri në 200 fjalë në atë moshë. Pastaj me kalimin e kohës 3 vjet rritet edhe numri i fjalëve, po dhe zgjerohet edhe fjalia dhe fjalia është pak më merr më shumë kuptim sepse fëmia din çysh me bë strukturimin e saj. Po në rast se prindërit e ri po e vrejnë që fëmia vetë se është bën 1 vjet, fëmia nuk po i thot fjalët e para. 2 vjet nuk po e thot fjalin, të paktën një fjali të shkurtër. 3 vjet sa më shumë që rritet mosha dhe fëmia nuk po i ka këto aftësi, mund ta konsiderojmë si vonesë gjuhësore. Por çdo herë duke mos i shqetësuar prindërit, çdo herë preferohet që të vinë ta bëjnë një vlerësim logopedik, ku ne ta shohim qartë se në cilën shkallë të zhvillimit gjuhësor është fëmia. Se me raste prindërit vinë edhe na tregojnë shqetësimet që ata i kanë, po që jo çdo herë shqetësimet që jo çdo herë të folurit të fëmijës duhet të jetë ashtu në mosha të ndryshme. Për shembull, nëse
fëmia nuk po flet mjaftueshëm në një moshë të caktuar, ne duhet ta shohim qartë se a duhet të flet fëmia ashtu apo me kohën fëmia zhvillon si aftësi pa ndihmë profesionale, kështu që duhet me bëni krahasim, me bëni vlerësim logopedik për me po qartë se a duhet të ndërhyjmë ne si profesionist apo duhet të presim me kohën sepse fëmia vetë i fiton si aftësi ato. Jeni një pjesë të madhe të ditës në qendrën në klinikën tuaj ku punoni, si e shihni gjendjen përgjithsisht? Është vedia mjaftueshëm apo një pjesë e madhe pajtohen me faktin që fëmia im nuk po flet dhe nuk duhet ta trajtoj më tepër? E marrin si të mirëqenë dhe pajtohen me atë fakt pa mos e trajtuar. Shkaku i përvojës time klinike kemi një numër të madh të prindërve të cilët po janë të ekspozuar shumë në ndaj teknologjive dhe po arrin me marrë informacione të ndryshme, edhe po janë të informuar mbi llojet e çrregullimeve të ndryshme. Por gjithashtu, krahas prindërve të cilët janë shumë të informuar, janë shumë të hapur për me kërku mbështetje profesionale nga secili profesionist i shëndetësor, atëherë është një grup i prindërve të cilët ngurojnë të kërkojnë mbështetje për arsye sepse me raste i besojnë miteve të ndryshme siç është ai që fëmia jo çdo fëmijë do të flasë me kohë, ka fëmijë të cilët flasin më vonë dhe është totalisht në rregull, ose për shembull kemi raste të ndryshme ku bëjnë krahasimin e zhvillimit të fëmijës tyre me fëmijët e tjerë të cilët i kanë pas, dhe mbas kësaj nuk e shohin shumë të arsyeshme vizitën tek logopedi, duke besuar në faktin që fëmia herë do kur do të flas, por ne si profesionist nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë për arsye se jo çdo fëmijë ka zhvillimin e njëjtë gjuhësor, andaj ne nuk mund ta lajmë zhvillimin gjuhësor të një fëmie në dorën e fatit, duhet të bëjmë intervenimin e hershëm për të parë nëse fëmia po ka nevojë për mbështetje profesionale apo po ka nevojë për më tepër stimulim në aspektin gjuhësor dhe për t'i ndihmuar sa më shumë që t'i kaloj ato vështirësitë të cilat ai vetë po i kanë. Pas atyre kritere, pastaj vazhdohet me trajtimin. Po, pasi që bëhet vlerësime, ne shohim a duhet të bëjmë ndërhyrje profesionale apo jo. Në rast se duhet të bëjmë ndërhyrje profesionale, ne i bëjmë planin e personalizuar logopedik. Në bazë të planit personalizuar, ne shohim se në cilat pika ne duhet të ndërhyjmë si profesionist, në cilat është customize për secilin pacient. Për secilin, po. Për secilin person bëhet plani individualizuar sepse mund të kenë diagnoza të ngjashme, por asnjëherë nuk përputhet plani i njëjtë për të gjithë. Çdo herë duhet të bëjmë planin e ndryshëm, edhe mbas planit vetë se fillon trajtimi. Objektivat të cilat ne i vendosim në plan duhet të aplikohen në përpikmëri edhe nga prindërit në shtëpi. Arsyeja pse po e them kët është për arsye se jo çdo herë mjafton seanca dhe puna që bën seancë për krahas punës kohës cilët prindërit e ndajnë me fëmijët në shtëpi. Andaj sa më shpejt ose sa më shumë që praktikohen ato objektiva, aq më shpejt ka mundësi që fëmia të i përvetsojë ato si aftësi, që të kalojmë në planin tjetër të cilit çdo herë shkon duke u avancu, por plani dallon prej secili klient tjetrin. E çka ndodh tek fëmia kur nuk mund ta shqiptojë një tingull? Ka të bëjë me trurin, me amigdalën, ka të bëjë me neurotransmetues apo me këtë pjesën aparature të shqiptimit të tingullit? Zakonisht rregullimet e artikulimit shoqërohen me mos koordinim ose me pjesën e muskujve orofacial, muskujt e gojës edhe të fytyrës. Zakonisht kur kemi fëmijë të cilët kanë probleme në pjesën e artikulimit, ne bëjmë masazhe orofaciale, bëjmë ushtrime orofaciale, të cilat i ndihmojnë që me i pas muskujt sa më të relaksum, edhe që me a lehtësu sa më shumë artikulimin. Pra fëmia në vetë e thot fjalën që dëshiron ta thot, por ja që nuk arrin ta me raste mund ta thot, por jo gjithmonë, sepse ka raste kur fëmia vetë se ka qenë ekspozuar për një kohë shumë gjatë ndaj asaj fjale. Për shembull, fjalën thika thot fika, edhe për një periudhë shumë gjatë ka arrit me thon fjalën thika në atë mënyrë, edhe fëmia është në aspektin ka arrit që me përvetësu çat fjalën në atë formë, duhet me fillu me mësu që nga fillimi. Por diçka që duhet me pas shumë kujdes është edhe pani gjuhës, tek pjesa e artikulimit ose frenulumi ndryshe. Te pjesa e artikulimit, fëmijët të cilët kanë probleme në pjesën e artikulimit, duhet të kemi shumë kujdes që të bëjmë identifikimin nëse ata kanë ndonjë anomali në pjesën e gojës. Për shembull, nëse kanë qelzën e qarë,
ose nëse kanë për shembull buzën e qarë, ose nëse për shembull kanë penin e gjuhës, për me po qartë nëse në aspektin anatomik po e ka ndonjë vështirësi e cila po ndikon që mos me artikulu mirë dhe drejt që duhet një tingull. Po nëse pjesë në aspektin anatomik nuk ka kur farë vështirësie, atëherë bëjmë ndërhyrje terapeutike, mësojmë njerëz si tingull të izoluar, si tingull të vetëm, pastaj a tingull e bashkojmë me tingujt e tjerë, pastaj në fjalë edhe në fjali, derisa të bëjmë generalizimin e atij tingulli dhe deri në momentin që fëmia ma nuk e thot në mënyrën qysh është mësuar me thonë deri tash, po të njëjtin tingull. Cili është roli i prindrit? Duket i pashmangshëm mbaz asaj që tha. Roli i prindit, po dhe jo vetëm i prindit, po dhe i mësimdhënësve me raste, është i pashmangshëm. Një rol kyç luajnë prindërit për arsye se janë faktorët kryesorë ose janë personat e parë me të cilët fëmijët ndajnë kohën maksimale gjatë ditës, nëse mundem me thonë. Prindërit luajnë rol në mënyrën se si po bëhet zhvillimi ose si po bëjmë një ndërhyrje profesionale që fëmija të ketë një zhvillim sa më të mirë gjësor. Çdo herë ne si profesionistë rekomandojmë që fëmija të i bëj të njëjtat objektivat si atë ne i bëjmë në seancë, gjithashtu të i bëj po të njëjtat edhe në shtëpi. Për arsye se në atë mënyrë ne mundemi me përshpejtu sa më shumë kapacitetin procedurën terapeutike nëse mundem me thonë, por çdo herë duke mos e anashkaluar edhe kapacitetin e fëmijës, sepse luan një rol shumë të rëndësishëm për arsye se kapaciteti i fëmijës me raste mundet me e përshpejtu procesin terapeutik, por me raste mundet edhe me ngadalësu për arsye të faktorëve të brendshëm ose më saktësisht kapacitetit të fëmijës. Po përveç prindërve një rol të rëndësishëm luan edhe ekipi multidisiplinar. Nëse për shembull një fëmijë po ka vështirësi në pjesën e komunikimit, kemi raste që ka dhe vështirësi nga sfera të ndryshme. Për shembull mundet me pas rregullime të sjelljes, të cilat duhet të trajtohen nga një psikolog. Andaj një ekip multidisiplinar mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm për arsye se ne nga sfera të ndryshme po arrim të bëjmë ndërhyrje që të ketë një zhvillim sa më të mirë fëmia në të ardhmen. Po gjithashtu edhe mësimdhënësit nuk do t'i anashkaloja për arsye se luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjesën e identifikimit të hershëm, të çrregullimeve, çfarë do çrregullime qofshin në moshat e hershme të zhvillimit të fëmijëve apo qofshin në moshat shkollore, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjesën e identifikimit, pastaj edhe luan një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si do të bëhet pranimi i atij çrregullimi në klasë dhe nga fëmijët e tjerë, sepse mësimdhënësit luajnë një rol kyç në edukimin e fëmijëve të tjerë dhe duke edukuar fëmijët e tjerë që ta pranojnë çfarë do vështirësie dhe çfarë do çrregullime që fëmiu po e ka në fjalë në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të drejtë në klasë. Random, sa mund të zgjat një terapi, një trajtim? Dallon prej diagnozës në diagnozë. As ne e dim se ku mund ta fillojmë pjesën e trajtimit, por asnjëherë nuk e dim se ku do të mbarojë, për arsye se varion nga personi dhe varion nga faktorë të ndryshëm. Mundet me qenë faktorët mjedisorë të cilët mundet me interferu në zhvillimin apo në procesin terapeutik, mundet me qenë faktorët emocionale dhe shumë faktorë të tjerë të cilët mundet me ndiku në rrjedhjen e një procesi terapeutik. Andaj nuk e dim asnjëherë se si do të shkojë dhe sa do të zgjas një trajtim i çfarë do çrregullimi që e kemi. Por ne si profesionist pak a shumë mundemi me parashit që çrregullimet, për shembull çrregullimet e artikulimit mundet me zgjat pak më shkurt ose mundet me u kry pak më shpejt për arsye se nuk është një lloj çrregullimi që nuk është shumë kompleks për arsye se parashihet që me u kry pak më shpejt, por çdo herë edhe në këtë rast duke po sakt faktorë të cilët po ndikojnë që me zgjat pastaj më tepër terapia, qoftë puna e cila bëhet në shtëpi ose mos puna e cila bëhet në shtëpi, qoftë kapaciteti i fëmijës apo edhe shumë faktorë të tjerë të cilat munden me ndiku në rrjedhjen e trajtimit. Ka profesione tjera që nuk garantojnë rezultatin, por vetëm trajtimin. Është edhe kjo prej tyre? Nuk kemi të drejtë me garantu sukses asnjëherë, por ne mund të garantojmë punë. Ne mund të garantojmë përkushtim të palëkundur, të cilin e bëjmë çdo ditë në baza ditore, por dhe nuk probabiliteti që ai ta marrë synimin tuaj sa është? Në bazë të punës, përvojës. Po,
çdo herë duhet të jemi të fokusuar në mënyrën se si ne po arrim të i ndajmë ato informacione me personin që ne kemi përballë, që kemi raste kur klienti është i moshës së re, pastaj informacionet ne i bartim tek prindërit, edhe mënyra se si ne arrim të i ndajmë informacionet edhe të tregojmë me raste prindërit e kanë të vështirë ta marrin ose ta pranojnë një diagnozë të caktuar çfarë do që është, për momentin që ulemi dhe i tregojmë seriozitetin e atij rregullimi, atëherë vetë se arrime e bon një ekip se terapisti dhe prindërit krijohet një lloj ekipi bashkëpunues, ku në atë mënyrë ne arrime me kuptu qartë se këto janë pikat ku ne duhet të ndërhyjmë, këto janë pikat ku fëmia po ka nevojë për mbështetje, andaj ne duhet të jemi personat e parë që t'i ofrojmë mbështetje. Pra, çdo herë varion prej të personat të cilët ne kemi përballë dhe prej çdo herë faktorëve të ndryshëm të cilët me raste pa dëshirën tonë munden me interferu në terapi logopedike. Përveç shfaqjes ekraneve një kohë të gjatë, cilat janë faktor tjetër që mund ta shkaktojnë? Mos stimulimi mjaftueshëm gjuhësor. Çdo herë ka faktorë të ndryshëm. Mos stimulimi nga rrethë e ambienti? Po, tash. Okay. Mos stimulimi gjuhësor. Çka po mendoj me përfshin këtë pjesë, mos stimulimi gjuhësor është mungesa e komunikimit të drejtë për drejtë me fëmijën. Fëmia nuk po ka mjaftueshëm persona përreth tij që do të flasin, që do të komunikojnë me të, andaj fëmia nuk është mjaftueshëm i ekspozuar ndaj ambienteve sociale ku ai vet mundet me i fitu ato aftësi gjuhësore apo do të komunikoj me të tjerët. Një faktor është ekrani, i cili ndikon në mos stimulimin gjuhësor. Pse ndikon ekrani në mos zhvillimin gjuhësor të fëmijëve? Fëmija janë përballë një ekrani, i cili ai vetëm sheh skena të cilat janë të shpejta, fëmija nuk komunikon, edhe është në kohën duke pas skena të cilat nuk ndikojnë në zhvillimin gjuhësor të fëmijës. Ekrani ndikon drejt për drejt në bllokimin e zhvillimit gjuhësor të fëmijës. Ekrani, pastaj edhe kontenti brenda çfarë po shikon. Po. I cili është në përgjithësi edhe prindit në shumicën e rasteve. Po. Zakonisht prindërit me raste nuk e bëjnë kontrollimin e përmbajtjes, cilën fëmia vetë është duke e pa përdet. Po gjithashtu nuk e kontrollon edhe kohëzgjatjen që fëmia po është i ekspozuar në teknologji. Sa është kohëzgjatja ideale dhe çfarë realisht duhet të marr parasysh në të kontenti, lëvizjet e shpejta që i përmendë? 0 deri në 3 vjet, fëmia nuk duhet të qëndrojë asnjë minutë përpara ekraneve. 0 deri në 3 vjet është mosha ideale kur bëhet zhvillimi gjuhësor i fëmijëve. Nuk po flem mjaftueshëm dhe nuk po ushqehet pa u shfaqur para ekraneve. Po, arsyeti është vështirësi në vete, pjesa që zakonisht fëmijët refuzojnë me hangër ushqim pa kanë përballë një ekrani, por prindërit duhet të i testojnë pak limitet e fëmijëve. 0 deri në 3 vjet, asnjë minutë nuk do të qëndrojë përpara ekraneve. Në rast se fëmia ka qëndruar për një kohë shumë gjatë përpara ekraneve, me largu totalisht për një herë, është shumë sfiduese, për arsye se fëmia mundet me shfaq sjellje të çrregullta dhe forma të ndryshme të refuzimit, por që ngadalë duhet ta largojnë edhe duhet që të ulet koha përpara ekraneve. Pastaj, pse thash se është koha ideale ose është koha e artë ku bëhet zhvillimi gjuhësor 0 deri në 3 vjet. 3 deri në 6 vjet, maksimumi 30 minuta në ditë. E kanë fjalë maksimumi 30 minuta në ditë, për arsye se edhe mosha 36 vjet është një moshë shumë e rëndësishme e zhvillimit të trurit, ku ne si të rritur ose ne si profesionist duhet të bëjmë ndërhyrje që fëmia të fitojë sa më shumë aftësi gjatë asaj periudhe. Pastaj me kalimin e kohës mund të rritet koha përpara ekraneve, por çdo herë duke pasur kujdes që të mos abuzojmë me kohën përpara ekraneve, të kenë kujdes në përmbajtjen që fëmia po janë të ekspozuar në to, po gjithashtu lëvizshmëria e skenave të cilën e përmende. Sot, në ditët e sotme, filmat e vizatimor janë filmat të cilët ne si të rritur, nëse ulemi dhe i shohim, skenat lëvizin atë shpejt, sa që me raste mund të çkyqemi nga jeta përreth nesh, edhe të jemi të fokusuar vetëm në një ekran i cili po i kalon skena shumë shpejt që me raste nëse na pyet dikush se çfarë sheh, mundemi edhe mos me kujtu se çfarë kemi pa, për arsye se kanë kaluar shumë shpejt. Andaj fëmijët më herët kanë
moshat pak më herët, në vitet pak më të kaluara, skenat kanë qenë shumë të ngadalta në filmat vizatimor. Tash për shembull është Cocomelon si një ndër filmat vizatimor që shihet më së shumti nga fëmijët. Ka skena shumë të shpejta të cilat bëjnë bllokimin e trurit dhe truri nuk arrin se cilin informacion ta marrë të parin, po dhe se cilin ta përpunoj të parin. Andaj përmbajtja, lëvizshmëria e skenave dhe koha të cilën fëmijët janë të ekspozuar në ekrane luajnë rol kyç. Unë si profesioniste rekomandoj sa minuta përpara ekraneve, për arsye se fëmia duhet të jetë vazhdueshëm i stimuluar nga njerëzit real, nga situata reale dhe nga mjete shoqërore. Jo nga ekranet dhe jo nga filmat vizatimor apo çfarëdo përmbajtje që ata janë duke po. Cila është vija ndarëse për fundin mes çrregullimit, vonesës të folur, belbëzimit dhe autizmit, shenjat, identifikimi? Okej. Vonesa gjysore zakonisht është vonesa gjysore zakonisht i vrejmë në momentin që fëmia po ka vështirësi dhe po vonon në të folurin e hershëm që ne e presim. Për shembull ashtu në moshën 1 vjeçare fëmia nuk po i thot fjalët e para me kuptim, nuk po arrin me përçu mesazhe në aspektin verbal në mënyrë verbale, atëherë konsiderojmë si vonesë gjysore, por çdo herë jo vetëm, nuk është vetëm ky faktor, po ka edhe shumë faktorë të tjerë të cilët ne çdo herë duhet t'i shohim mirë, edhe të shohim se vërtet është vonesë gjysore apo fëmia nuk parashihet me pas si aftësi në atë moshë. Ne për shembull në moshën 1 vjeçare nuk presim që fëmia të thotë një fjali shumë të gjatë, sepse nuk parashihet që në moshën 1 vjeçare me thonë një fjali të gjatë, po presim që me i thonë fjalët e para, presim me thonë ama, uj, mam, bab, edhe 50 minimum deri në 50 fjalë. Pastaj, sa më vonë që fëmia flet, aq më vonë, aq më shumë konsiderohet si vonesë gjysore. Belbësimi, duhet të kemi shumë kujdes tek belbësimi, koha kur ne po bëjmë diagnostikimin edhe koha kur ne si profesionist po fillojmë ta bëjmë trajtimin e saj. Jo çdo herë belbësimi është belbësim patologjik. Nëse belbësimi shfaqet në moshën 9 moshën 5 vjet, atëherë është belbësim fiziologjik dhe konsiderohet si diçka shumë normale. Pse është belbësim fiziologjik? Sepse fëmia ka mësuar shumë fjalë për brenda një kohe shumë të shkurtër, edhe të gjitha ato fjalë po tenton të i përdor njëkohësisht, edhe po arrin me blokada, zgjatje ose përsëritje deri në momentin kur po don me bë një strukturë sa më të mirë të fjalisë. Që do të thotë deri në moshën 5 vjeçare është normale që fëmia me pas belbësim, sepse konsiderohet si belbësim fiziologjik. Nëse kalon moshën 5 vjet e gjys, konsiderohet kalon në belbësim patologjik. Pastaj belbësimi patologjik mund të ndahet në belbësim psikologjik dhe belbësim neurologjik. Belbësim psikologjik është për arsye se personi po ka blokada dhe po ka mos rrjedhshmëri në të folur si shkak i faktorëve psikologjik. Faktor psikologjik mundet me qenë presioni, të cilat mundet me e ndje nga personat përreth, qoftë nëse për shembull i rrituri po ka paraqitje publike ose po ka ndonjë event ku duhet të flas përballë shumë njerëzve, atëherë mundet me u shfaq belbësimi psikologjik si pasojë presionit që po ndjen, por edhe shumë faktorë të tjerë psikologjik, ku në këtë rast edhe ne si profesionistë duhet të kërkojmë ndihmë nga profesionistët e tjerë. Për shembull, nëse po është belbësim psikologjik, ne si logoped kemi bërë identifikimin e saj, ne trajtojmë pjesën e rrjedhshmërisë, logopedi trajton pjesën e rrjedhshmërisë, pastaj pjesën e faktorëve psikologjik e trajton psikologu. Si person përgjagjës për pjesën emocionale dhe pjesën psikologjike të njerëzve. Pjesa psikologjike trajtohet nga psikologu, nga kolegujin, pastaj ne pjesën e rrjedhshmërisë dhe pjesën e të folurit. Ndërsa sa i përket belbësimit neurologjik, shkaktohet ose vije si shkak i dëmtimeve neurologjike, i traumave të ndryshme neurologjike, të cilat munden me shkaktu belbësim apo mos rrjedhshmëri. Kemi shumë prindër të cilët vinë me fëmijët e tyre në moshën 5 vjeçare me shqetësimin që fëmia e tyre po belbëson, po ka blokada ose po ka përsëritje ndryshme, është shumë normale. Belbësimi deri në moshën 5 vjeçare është shumë normale për arsye se konsiderohet si belbësim fiziologjik e jo patologjik. Por në momentin që kalon moshën 5 vjet e gjysmë, atëherë mund të konsiderohet si patologjik, pastaj atëherë duhet të bëhet vlerësimi logopedik për me pas sakt se si të bëjmë detyrën terapeutike. Ndërsa sa i përket autizmit, autizmi është rregullim neurozhvillimor me bazë biologjike. Çrregullim i cili është i lindur. Edhe çrregullim i cili trajtohet, por nuk shërohet.
Duhet të kemi shumë kujdes, autizmi nuk shërohet, autizmi trajtohet me terapi të ndryshme. Çdo herë duke u bazuar në nevojat që fëmia po i ka. Mund të trajtohet në terapi logopedike në rast se fëmia po ka çrregullime në të folur apo çrregullime në komunikim, që në shumicën e rasteve fëmijët të cilët kanë autizëm shoqërohen edhe me çrregullime të komunikimit, mund të trajtohet nga profesionistë të tjerë, fizioterapist në aspektin e shëndetit fizik, mund të trajtohet nga psikolog në aspektin e sjelljeve, por çdo herë duke pa nevojën që fëmia po e ka. Shenjat e para të autizmit mundin me vret shumë herët. Zakonisht personat e parë të cilët i vrin shenjat e para të autizmit janë prindërit, të cilët ndajnë kohën më të madhe me fëmijët e tyre. Për shembull, është mos kontakti me sy. Fëmia nuk mban kontakt me sy, me prindërit apo me personat përballë tij. Nuk kthehet momentin që e thrasin në emër. Nuk kthehet nga burimi i zhurmës. Çka përfshin burimi i zhurmës? Për shembull, fëmia është në një hapësirë, edhe larg këtij është një zhurmë e madhe, nuk kthehet për ta parë burimin e zhurmës, apo nuk kthehet për ta parë burimin e dritës. Me raste, fëmijët të cilët kanë autizëm mund të kenë hipersensitivitet apo hiposensitivitet ndaj zhurmave, ndaj dritave apo ndaj faktorëve të jashtëm, të cilët munden me ndiku te ta. Me raste, fëmijët me autizëm kanë më tepër dëshirë që çdo gjë të jetë e strukturuar, qoftë rutina tyre, ta bëjnë të njëjtën rutinë çdo herë, qoftë të ushqehen me të njëjtin ushqim, sepse ka fëmijë të cilët kanë autizëm dhe preferojnë vetëm një lloj të ushqimit dhe jo shumëllojshmërinë e ushqimeve, qoftë në renditjen apo strukturimin e lodrave, të gjitha lodrat i vendosen në një vijë, ka shumë shaja të cilat të munden prindërit me i vrejt nëse fëmia ka autizëm apo jo. Por duhet të kemi shumë kujdes. Jo një element shkakton një diagnozë të plotë. Një fëmijë i cili ka një element të autizmit, jo detyrimisht ka autizëm. Çdo herë duhet të kërkohet ndihma profesionale për të bërë vlerësimin profesional për të parë sakt nëse fëmia po ka çrregullimin e autizmit. Edhe diçka tjetër, një met të cilët prindërit shumë shpesh vinë me të shqetësuar, jo çdo fëmijë që nuk flet është autik. Jo çdo fëmijë që nuk flet është autik. Kemi fëmijë të ndryshëm, të cilët munden me pas çrregullime të ndryshme, por çrregullime të ndryshme të cilat lidhen me pjesën e komunikimit, por që nuk kanë të bëjnë me autizmin. Fëmijët që kanë autizëm në shumicën e rasteve manifestohen me çrregullime të komunikimit, por jo secili fëmijë i cili ka vonesë në të folur, ka çrregullime ose nuk ka rrjedhshmëri gjatë të folurit, detyrimisht do të ketë diagnozën e autizmit. Për fund, si në një shkencë në rritje në zhvillim në vendin tonë, cilat ishe disa gjërat që po i bëjmë gabim ose që do të apeloje tek prindërit, tek shoqëria në përgjithësi? Një apel për prindërit, si personat e parë edhe personat që ndajnë më tepër kohë me fëmijët, ndoshta është mos injorimi i shenjave të para, që fëmia i tyre po ka vështirësi apo po ka çrregullime të caktuara në pjesën e komunikimit. Çfarëdo vështirësie apo çfarëdo elementi të cilët ata po e vrejnë te fëmia i tyre, të mos ta injorojnë, për arsye se nëse ne arrim të injorojmë për një periudhë më të gjatë vështirësi që fëmia po i ka në pjesën e komunikimit, atëherë rritet edhe vështirësia e jonë si profesionist që ta bëjmë ndërhyrjen në to, për arsye se mosha 0 deri në 5 vjet është mosha e artë ku bëhet zhvillimi i trurit të fëmijëve, andaj sa më herët që e bëjnë identifikimin e çfarëdo çrregullimi që fëmia ka, le të kërkojnë ndihmë profesionale, ta bëjmë një vlerësim, që të paktën ta largojmë merakun që fëmia mund të ketë një çrregullim të caktuar, dhe në rast se fëmia ka, të bëjmë ndërhyrjen sa më herët, për arsye se ndikon drejt për drejt në performancën e fëmijës që mundet me pastaj në terapi, po një të kohë dhe një thirrje për shoqërinë që të jenë të hapur edhe të jenë sa më mbështetës për secilin person i cili po kalon jo vetëm vështirësi në pjesën e komunikimit, po çfarëdo lloj vështirësie në pjesën shëndetësore, të jemi sa më të hapur, të jemi sa më mbështetës edhe të qëndrojmë sa më pranë personave të cilët po ka nevojë për mbështetje nga ne. Faleminderit që i dave gjitha këto me neve. Faleminderit juve, kënaqësi. Dashur miq, ishte kjo epizoda e radhës zë podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme e të dobishme. Ne me kaq që përmbyllim deri javën e ardhshme. Mirëmbëjtje, natën e mirë.
Faleminderit.